Hernia diskale është një patologji e cila prek miliona njerëz në mbar botën, duke ndikuar drejt për drejt në cilësinë e tyre të jetesës dhe duke i kufizuar lëvizshmërinë. Çfarë është hernia diskale? Kjo gjë tjetër vetëm se dalja e një pjese të bërthamës së diskut intervertebral, e cila na krijon komprimim në radikset nervore. Atëherë disa nga shkaqet e hernias diskale mund të jetë degenerimi i disqeve intervertebral me kalimin e viteve, mund të jetë si pasojë e ngritjes së një sendi ose një peshe të rëndë, mund të jetë si pasojë e posturës së gabuar, mbi pesha, faktor gjenetik. Simptomat më tipike të hernias diskale janë pirja, dhimbje lokale në zonën e mesit, mund të kemi intoksik muskulare, mund të kemi dhe probleme në urinim dhe defekim. Për të kryer një ekzaminim sa më të saktë dhe preciz mbi hernian diskale, rekomandohet rezonanca magnetike. Përpos rezonancës magnetike, ne kemi dy teste mjaft të thjeshta, të cilat mund të aplikoni për të parë nëse keni simptoma ose jeni të prirur të prekeni nga hernia diskale. Është një test mjaft i thjeshtë, mjafton të qëndroni ulur, quhet SLAM test. Vendosni duart mbrapa, përkulni kokën në këtë pozicion dhe ngrini bashkë këmbën. Në moment që ju ndjeni simptomat e parë të mpirjes ose dhimbje lokale në zonën e mesit, atëherë testi është pozitiv. Mbështesni lasemën në këtë pozicion dhe ngrini bashkë këmbën në cilën ndjeni simptomat. Në moment që ju filloni ngrini këmbën dhe filloni ndjeni disinë e mpirjes ose dhimbje në zonën e mesit, atëherë testi është pozitiv. Nëse ju shfaqni një ose disa nga këto simptoma, ju ftoj të paraqiteni para klinikës tonë për të kryer një konsultë profesionale me ne.